Ndërprerja e furnizimit me ujë të pishëm për 5 ditë me radhë në prag të festave në qytetin e Vlorës preku me mira familje, biznese dhe institucione publike, duke krijuar vështirësi të konsiderueshme në një qytet turistik dhe qendër urbane. Policia dhe prokuroria kanë nisur veprimet procedurale lidhur me këtë ngjarje. Këtë të hënë janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës ku ndodhi defekti në tubacionin kryesor për të dokumentuar momentin dhe rrethanat e incidentit. Pamjet pritet i dorëzohen prokurorisë. Burime zyrtare bëjnë me dije se çështja do të regjistrohet për hetim, duke përfshirë jo vetëm shkakun teknik të defektit, por edhe mënyrën e menaxhimit të rrjetit të ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Hetimet synojnë të përcaktojnë nëse ndërprerja e ujit ka ardhur si pasojë e amortizimit të tubacionit, mungesës së investimeve, neglizhencës apo faktorëve të tjerë që ndikuan drejt për drejt në krizën e furnizimit. Qytetarët dhe bizneset e Vlorës presin që situata të normalizohet dhe institucionet të japin përgjegjësitë e tyre për këtë ndërprerje të gjatë dhe problematike. Kujtojmë që mungesa e ujit për 5 ditë në Vlorë solli edhe revoltën qytetare, të cilët protestuan disa herë në mënyrë që institucionet të lëviznin për t'i dhënë zgjidhje problemit të tyre, i cili për hir të së vërtetës ka marrë zgjidhje vetëm pjesërisht.